Në kuadër të përgatitjeve për përballimin e situatave të mundshme të emergjencave gjatë sezonit të verës, u zhvillua një takim i posaçëm me Komisionin e Mbrojtjes Civile në Shkallë Qarku për periudhën maj-tetor 2025. Në fokus të diskutimeve ishte menaxhimi i rrezikut nga zjarret, të cilat përbëjnë një nga sfidat kryesore gjatë stinës së verës për shkak të temperaturave të larta. Të mobilizojmë në rastet kur konstatohen rastet të zjarrvënieve maksimumin e forcave të strukturave, po edhe sidomos atyre vullnetare, cilat janë të identifikuara nga bashkitë, dhe unë mendoj që duhen përditësuar në mënyrë të vazhdueshme rrjeti i vullnetarëve, sepse është sinjalizimi i hershëm ai që bën, po themi, rezultatin më të madh për të identifikuar zjarrvënien, edhe më pas fatmirësisht ose domethënë duke shpresuar që nuk do jetë rasti për të involvuar edhe strukturat e MZSH-ve në çdo bashki. Për këtë vit buxheti është krahasimisht i ngjashëm, është rreth 50 milion lekë të rinj nga qeveria qendrore për bashkitë në funksion të emergjencave civile dhe kemi përcaktuar me bashkitë. Në këtë takim mori pjesë edhe përfaqësuesi i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Besnik Hysa, i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërmarrjes së masave parandaluese në kohë. Mbështetja nga qeveria për njësitë e vetë qeverisjes vendore nuk ka munguar as këtë vit. Për 6 bashkitë e Qarkut është alokuar një fond i kushtuar për rreth 50 milion lekësh të rinj, i cili synon për forcimin e kapaciteteve për menaxhimin e emergjencave civile. Autoritetet vendore nënvizuan domosdoshmërinë e koordinimit të ngushtë mes bashkive, si dhe institucioneve rajonale shtetërore për të garantuar një reagim sa më të shpejtë dhe efikas në rast zjarresh. Po ashtu u theksuar rëndësia e aktivizimit të grupeve vullnetare të komunitetit si pjesë e zinxhirit të reagimit në terren.